Hi guys, unë sot kam një event dhe thash të bëjmë pak make-upin bashkë, duke qenë se kemi shumë kohë pa bën një get ready with me në make-up, skincare, këto kind of vibe, so let's do it together. Si gjithmonë bazën kam këtë CC cream të Embryolisis, pa harrova të xhiroj se jam mësuar që zgjohem bëj skincare dhe vendos direkt këtë dhe harrova ta xhiroj këtë pjesë, po anyways, mund ta shikoni, lëkura shkëlqen. Unë nuk vej shpesh fondatinën, kështu që baza që kam në kohën time të zakont është kjo e Embryolisis. Po ju pa të tregu që kam marrë këto make-up zgjëra nga Etos dhe thash t'ju tregoj actually sa bukur e bëj këtë lookun e make-upit. Kjo lapsi i Nablës, tashmë ju e shikoni se sa shumë e kam përdorur, është bërë një nga të preferuarat e mia. It's so good, dhe më shkon shumë me tonatacionin e lëkurës. It's so creamy, sa let vehet. Kjo është ngjyra Nude 2.5. Cute. Kam marrë gjithashtu këtë buskuqin e Nablës që ta vendos sipër sepse shkojnë shumë si tonotacione, shoqërohen shumë bukur me njëri tjetrin. I love se sa kremoze janë këta. Sa bukur, oh my gosh guys. Është shumë e rëndësishme kur po zgjidhni lapsat e buzëve ose buskuqe gjërë, nëse jeni në atë gjën që thoni, o nuk më shkojnë buskuqet, nuk më shkojnë lapsat, nuk më shkojnë make-upi, nuk ka lidhje fare me make-upin, po në fakt ka lidhje me jeni në atë gjën që thoni, o nuk më shkojnë buskuqet, nuk më shkojnë lapsat, nuk më shkojnë make-upi, nuk ka lidhje fare me make-upin, po në fakt ka lidhje me faktin që keni zgjedhur tonotacionet e gabuar për lëkurën. Unë kam bërë një color analysis, këto ngjyrat nude, pinkët, ngjyrat të buta, rosta, shkojnë shumë me tonotacionin e lëkurës time dhe është shumë e rëndësishme pastaj kur bëni zgjedhjet. Tjetër që kam marrë është kjo e Nablës, që I love këtë lapsin. It's so good guys. T'ju tregoj se si e përdor unë. Basically, unë e vendos të kjo pjesë këtu e syrit. Edhe vendos gjithashtu këtu të kjo. Ndosha nuk e dalloni mirë në kamer, por basically kjo t'i jep një shkëlqim aq të bukur edhe të ndrit syrin. Nëse keni syrat me ngjyrë, kjo ju jep një shkëlqim aq të bukur. Besoj se e dalloni pak. Sidomos te kjo pjesa këtu t'i jep një brightening të syt. I love this. Oh my gosh. Edhe në dark në evente që kam unë për shembull si sot, kur erësohet të shkëlqejnë shumë syt, po edhe tani gjatë ditës domethënë me vendos është shumë cute. Mjafton të bësh pak buzë, çik te pak rimel dhe je good to go. Për maskara kam këtë të Sky High të Maybelline që unë e përdor. I told you guys it's the best mascara ever. Bles ta vendos edhe i çik ekstra. Unë gjaj kam vënë, për so good. Ok, tjetër gjë që kam marrë është kjo paleta e Nablës. Gjithashtu, praktikisht kam marrë gjithë make-upet e Nablës, tani që po e shikoj. Dhe yeah, this is very good. Më pëlqen shumë kjo paleta sepse ka gjithashtu këto tonotacionet e ngjyrave të tokës që siç u thash më shkon shumë me ngjyrën e lëkurës. Tu të jem naturale, po prapë të jem bukur. Dhe kjo vjen nga një person si puna ime që nuk di të bëj fare make-upe. Ok, unë nuk kam bërë, thjesht marrë pak fare nga kjo dhe vendos të syri. Unë nuk kam asnjë experience të make-up, thjesht mendoj nga një herë sa më pak, aq më mirë. Bukur, naturale, ka lezet. Ok, do marrim tani pak xic nga kjo ngjyra këtu me xic dhe do e vëm vetëm çik këtu. Sa për so pretty. Oh my god. Shi sa bukur më dolën syt. It's great. Kam dhe këte vajnë gjithashtu nga Nabla. I love this vine. Unë këte vajnë e përdor edhe në përditshmëri, po për një ekstra bëjnë me shkëlqy pak buzët. Pak fare blush, po ju e dini blushin si që kam në situatë me blushin. Këto sticksat e Embryolisis nuk i trahtoj për blushin. They're so good, ka një ngjyrë shumë të bukur. I bë edhe me dorë, po me që e kam furçën këtu. Blushi rësjell ngjyrën fytyrë, kështu që nëse keni diçka me make-upin që mendoni se nuk ju shkojnë, duhet të shtoni blush që të dukeni pak pinky cute. Besoj kjo është looku i fundit, bëj çik setting spray. Anyways guys, kjo është looku final me shumë pak produkte që kam marrë nga Nabla te Etos Parfumerie.
Mos ta harroni parfumin e ditës që është gjithashtu from Etos. Dashuroj gjatë verës të parfumet pak më të rënda që janë shumë Dubai, shumë arabike, kudo që shkoj ulem në thënë njerëzit. You smell amazing. Kështu që ju e rekomandoj nëse doni një gjë pak më të rëndë për në verë, ju e rekomandoj shumë brandin The Spirit of Dubai, sepse literalisht do bëni diferencën kudo që shkoni.